Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në ditën e nesër, si gjithmonë në DTV Media. E sot do të diskutojmë për muzikën dhe kam dhënë ta kem sot studio këngëtarin Kenzenjo, i cili do të na tregojë gjithçka rreth rrugtimit të tij, inspirimit për këngët e tij dhe stilin e tij unik po ashtu. Faleminderit që ke ardhur sot në studio. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Faleminderit që ke gjetë kohë edhe një herë dhe me të vërtetë krahas angazhimeve tjera, muzika e dim që kërkon shumë kohë, pra angazhim konstant, por në një farë mënyre, kur e bën me dëshirë, nuk është punë. Po. Si do ta përshkryej stilin tënd? Si kisha thonë është i veçantë. Se di, më shumë kam qef me folë për jetën tem, për senet që i kam kalu, jo me folë për që apo di diçka, e kom rrej, e kom vëdher, e kom bra, vedin. Më shumë kam qef me shti vetën në senet që i kam kalu. A mendon që këto a ke reflektu direkt e këngët e tua realitetin tënd? Po. Cila këngë ty të ka përshkru mas mirë? Mas mirë ti kisha me thonë mlef. Po dhe se ta më mlef. E kom dzerë këtë pe shpirtit dhe... Po, kjo këngë është publiku në maj, dhe a mundesh me na tregu pak ma shumë, çfarë stili ka kënga, çka të pëlqen ma shumë prej saj, çka shku krejt ajo, ndërsa edhe shkrimi i tekstit, so ka marrë kohë? Kohë nuk ka marrë edhe ku me ditë sa, nuk ka marrë shumë kohë, se në fakt kur e kom shkruar tekstin edhe nuk kom shkruar çka kom përjetu, nuk kom shkruar, s'kom dalë ashtu jashtë vetës. Teksti be u shkruar për 3-4 orë dikon, bitin e kena marrë për YouTube-ës, klipin e kena bërë në Prishtinë te Kushtrim Rodari, montimin e ka bërë Kapaelli, producenti jam që e përshëndes shumë, edhe e kena plasu dhe ka hitë shumë mirë, po besoj që nështë e bëjë edhe në lef dyshin. Me të vërtetë e ke sitë në pak rritë në lefin që e kinë atë këngë? Jo bashkët, se hala ka së në gjithë për Për ata dhe është në lef dyshin? Po besoj që edhe nështë e bëjë edhe në lef dyshin. Se veç kanë nismin tonë, bëdin edhe shëllët edhe njerës, bëne dyshin se nice, ka hitë mirë. Po edhe ki që ka me të regu në fakt? Kam që me të regu. Shumë, se jo pak. Për çka është për fjalla tek në lefe? Po se di, ato janë sene personale, nuk po besoj që mi të regu këtu. Vështë ti kalzuva pak më herët, a dhe dine, ku me pello kështët pak enigmë. Po atë e shumë që bët fjallë edhe për një vajzë me cilën e keni pas, është pak kështu dedikim kënga, po edhe një shprehje emocionale. Po. Atë kanë ndihmuar ndoshta ajo që mi shpreh ato ndjenjat e tua dhe ndoshta edhe ato ndjenjat e frustrimit dhe të mërzisë që i ke pas prej situatës që ka ndodhur? Tash me tregu, nështë pak që sharoke, po nëse nuk kisha ndonë me to, nuk besej që i kisha vaqit kënë heq. A vedin? Po ro që shrapuna, pak ajo, pak ato tjerat, pak ato senet edhe vendosa me bu edhe të mamë kështë pi shpirtit plas e kom zirë. Po besoj që edhe dyshin kam i bo. A ka qenë ajo një lidhje që ndoshta ke mendu prej fillimit që ka me qenë ndoshta lidhja jote e fundit, kështu? Po, e kom mendu, po nuk shkej sipas planit, po tash se cilë rrugën e vetë nuk ka dashur ku që kërgojnë asë, po di që me thonë të sen. Po normalisht që do të me pranu shdo gjë që na vjen. Shtot më dhe, me të kalëzu drejt, se për një me e kom dashëm, po... Do me thonë ende, te ki një dashuri, ndërshta që të mungan për tonë. Po e kam. E kam, po... S'po di që me thonë të sen. Ama kështë e kom dashëm. E kom dashëm edhe bile e kam edhe një këngë dedikim. Që e kam e postu që të më me njëmë në 10 dite veç del, është këngë shumë e mirë. Edhe po besoj që edhe ja kam oprit shumë njësë, është edhe verure, po është edhe dedikim. Po sidomos sezona verës tashmë, do të me gjdo këngëtar, gjdo reper i pregadit, kështu disa këngë verës, jo verës, do me thonë nështë apuna anis prej dimrit, inspirime, kështu, mendimet për këngët që do i postojnë verës, por është ajo para pregaditja, të cilën verës është edhe sezona. Sa më shumë që të postojmë atëherë, aq më shumë fakt po punojmë rreth karrierës tonë, rreth qëllimit tonë. Kjo është e rëndësishme që me qenë gjithmonë përgatitur ndoshta. Po, ore me të tregu drejt, muzikën nuk e kom pas prioritet deri sot.
po e po që po hecë mirë. Apo din edhe ku mendu që me morë ma shumë seriozisht. Ashtu të me thonë që muzikën e kom pas plan B. Kur në kon i lirë, shkesh në studio, bëjshë naj beat, naj tekst. Të kalzova që kam kong, apo din për ta mam një album me qitë kështë. Po ta është tak që ju më që shposilën sanet. Shumica e menojnë, apo din, letë më kon artist. Nuk është letë, se ka punë shumë. Për shembull puna bitës, do të me ditë. Apo din, cilla po të përshtohet të sunë me një bit, për shembull hip-hop, me nuk ne kong dashtis, apo din, se nuk shkëm kurqysh. O din shumë e këndërt. Po do të me ditë. Do të me ditë, dhe nuk po thomë që jam ku me ditë kushi, nuk po thomë që e ku dijo në 100%, po besoj veç jam të shku të përmisu në step. Jo, keni pas goxha disa këngë postume, po për momentin e keni lënë vetëm disa kështu të publikume. Pse ka ndodhur kjo? Po më me thonë, mas leti që i kishë ro, kisha me thonë në është kapitull i ri. Do me thonë, unë i kom pas dikon 2-3 muzikat publikume, kom pas një mini album, një EP, po vendosa me ilon me hek ato, me ilon veç të qka janë pak ma, ashtu pak ma të dhesta, po edhe që janë pak ma të mira. A bedin që janë kongë që për shembull mund ishë mingu me familje, përveç Mlevi, se Mlevi është pak... I ka kështu disa fjallë pak banale? I ka. A mendon se në disa raste justifikohet përdorimi i këtyre fjallëve, përderisa ndoshta japim drejtësia asaj me të vërtet emocionit që dojmë me shpreh në kongë? Po, besoj që justifikohen. Jo në këtë rostet, po për shembull si të rosti jam që ti tregova pak më herët, besoj po. E po që me të vërtet kështu ka qenë situatë pak e koklavitën. Shumë se ju pak, shumë kallëzove që më kanë ndodhur shumë sene, po besoj që nëse e qasë në vdyshin, edhe do të me bërë pa tjetër, se më kanë lypë shumë, ka më konë shumë ma e mi se më lefnishi. A bëdin për qitë se njëm i bindur shumë. A di se e një vetën, e di ku mu i me shku. A më ndonë që ma shumë ka pas dashurin nga ona jotës, sa nga ona asaj? Po, shumë ka pas. Më me thonë që nga kona ashtu 80% me 20. Po... Sidomos në kësi raste, edhe emocionalisht kjo ndikon, sepse mundesh me pas një që ndihesh në vlerësuar, apo diçka, sepse gjithmonë nga ana emocionale mundem me mu harxhu, pra gjithmonë është na duke dhënë siguri, duke dhënë mbështetje dhe duke mos e marrën ato, ndoshta pak po ju në atë masën të cilën kërkohet në një lidhje të shëndetshme. S'po di, s'kisha dashur me folë më shumë rreth kësaj teme, është diçka që ka hec, edhe se besoj që kthehet në herë. Po në... Atë mërzit ky fakt? Jo, orej këtë mirat njët, asoj edhe partnerit soj. Po. Po, me mërzit, nuk o që su mërzit, po o kone shkru me që shtoto, ku gjë këtojna. Po, ndërshta në kësi raste më mirë është me pranu ato që ka ndodhur. Me pranu realitetin, po. Po, me vazhdu, sepse ndoshta edhe në këto raste, sidomos do lidhje, është mirë që me vlerësua atë kohë që keni kalu bashkë, dhe në qofse vjen ajo koha që do të mbaroj, atëherë do të me pranu ato edhe me lënë me rrjedh, kështu me pas qetësi me vetën. Unë nëse ju kisha falenderu vojzës në fjallë, ju kisha falenderu për një kohë jo shumë gjatë, për një kohë të shkurt, për ne me më ka bo kështu ashtu të njëri ma të lumë të në botë. A bedin, po tash kur ka shumë dashni, a bedin dodhin edhe sene që s'ki qef me ndodh, a bedin. Ose për një onës, ose për onës tjetër, po. Por, sidomos në këtë rast, ju e keni vrejt, do t'jeni falenderus që e din dështë atë ndjenjën e dashnisë, e din që mund është me qenë shumë i përmbushur me sidomos normalisht nga vetja i përmbushur, po edhe prej partnerit. Pra, mësot, sepse lidhjet sidomos është një epok tjetër, pra nuk janë lidhjet si shkanë qetë më përpara, dhe më thonë kur babalarë tonë, dhe më thonë i kanë gjithë partnerat të tyre, por tashmë me rritë sociale, me krejtë këto, normalisht që i bën pak situatën kështu ma të re, diçka që nuk jemi ditë ma përpara, dhe për secilin prej neve është diçka e re, dhe du të me gjetë vetën, sidomos dhe du të me pas besim në vetën, që qka do që në ndodhë, mos me u lëndu, ndështë ta me muri me këmbë sa më shpejt.
Po, ade qysh, është evolimi i kohës. A vedin, nuk po mundesh me pas besim të gjithë kush i sot. Po unë pe qytetarët që më kanë ndodhur, unë e kam vendosur, a vedin, në thuj sa kur dje kismeti. Po. Edhe a kom bën Pra një ke kështu. jap kështu kohë vetës për mu shëru një farë Po. aspekte. Po, jo është ku me ditë so, po i kënë vonë. Sepse është shumë e rëndësishme në këto raste mos mungut me njëherë tek një lidhje tjetër. Po, është shumë e rëndësishme. Po, unë kallëzova edhe më herë kështu e kom shlu ashtu në lërë krejt edhe fokusin kryesore kam veç të karriera, veç të muzika, ta shumë që pa bëhet. Se kishe përshkru tipin tënd? Tipin tem. Kisha thonë një farë lofi, po nuk e di tash, mu më përshtotet shumë, po për opinionin nuk e di sa ju përshtotet, kisha dosh me thonë loti një reperi. Po besoj që i shkon fjolla fikse që nuk ish përshtot mu. Sidomos rapi është njëra ndër llojet e muzikës që më së shumti mundemi me shpreh emocion mes disa këngëve të cilat mund më duk pak më të vrashta, kështu, mo kanë shumë kuptim dhe mundesh, sidomos ju që shkruajnë domethënë tekstet vet, e keni atë mundësinë që me të vërtet me shpreh ndjenja atë një mënyrë që ndoshta mi diskutu nuk mundesh me i thonë. Jo, po shumë e vërtet që po thu, po në kongë në muzikë është pak më ndryshe, se i nxjerr tamam kështu pi shpirtit. A bedin edhe për shembull në rastin tem nuk mundesh të për shembull me shku, valla ka shku, a bedin atje se ka bë këto. E shkun çka ka ndodhur, edhe del, a bedin del tamam kështu original, edhe del sa shumë i mirë. Po jo edhe ashtu me dorë shumë pe vetës. A bedin se do të me llogarit që nash edhe personi tjetër e ngan. Unë me thonë nëse kom bëjë se pse ka shtin kong. Unë me ndodh konflikti, a bedin konflikti sot ndodh për një sa shumë të vogël. Tani mo, ta bedin nuk ka kush e nol. Po. Kështu që unë tregova edhe më herët, po të më pet fokusin kryesor njëherë për njëherë kam veç muzikën. Unë e kom pas plan B muzikën, tash e kom qitë në plan A. Domethënë e kam po du veç më fokusu veç karrierës. Kush ka qenë mbështetja kryesore gjatë krejt këtyre ndodhive, mundam me thonë pak ma dvrashta një tona? Me tregu drejt, unë kam një shoqë shumë ngushtë, po i kam edhe një dy shokë që rrinë në stop me ta. Unë kam shokë shumë, po që rrinë në stop me ta, nëse më me përmend me emra, nuk e di jam lejuhet. Është Kafaili që kam shok shumë ngushtë, po është edhe Kastrioti që jam rrit me to. Vajzës nuk ja përmeni emrin se zbën. Ajo e din kush është? Ajo e din kush është, edhe si ta she e din kush është vallaj, e din kush është. Kështu të lidhje të kallëzova që nuk jam. Me le harrova me cik që jam të fol me një, ato më pëlqy shumë. Me mënyra që shpasillet me mu. A bedin, po tash nuk, a dhe më ka hup besimi shumë. Nuk po mi besu kërkojna. A bedin se... Pro ka ndiku ajo fatkeqësia edhe në mënyrën e besimit tek personat e tjerë. Po, shumë. Tregova që jam të fol edhe me një tjetër, po kështu po më bën mu një mirë. Po na hiç më bëti shumë mirë. Beli kallëzova sot që kam marrë intervistë thash kam përmend që të fal mëbeti. E din edhe ajo që po më pëlqen, po tash pjalojmë kohës që hismi që sës. Atu ka fitu besimin tek dashuria, pra pa ka fillu kështu pak? Po, muj me thonë që ka rifillu, ama jo sa duhet. Po normalisht, tashme dhe duke marrë parasysh situatën që ke pas, gadaj ka dalë edhe me pa vetëm fakt a je gati, sepse mundemi mu lëndu prej tyre dashurive kështu që na lëndojnë dhe do të me pas kujdeset të partnerit tjetër që mos me pasqyru ndështë ta mënyrën se qysh jemi ndjemu apo jemi sidh me partnerin e kaluam, që ndështë edhe mos me rrugë për ndonjë arsye apo diçka, por gjithmonë me shiku situatën pak kështu prej largë. Po që kjo është shumë e saktë që e tha ti, se unë e kam vetëm tip i njët vetëm që ashtu që për shembull nëse më ndodh një fatkeqësi, unë tani i losën në shumë anash. Unë tregova që edhe muzikën e kum lën pak anash, shkoj edhe sena që më kanë ndodhur. Jo veç lidhje, po edhe në familje, që ti kallëzova më herët. Ja kam vetë që që nëse më ndodh diçka, a bëdin ndodh që na shtit dhuna me krejt. A bëdin nuk më ka faj kërkush, po vetë kam tipin që ashtu. A bëdin nuk po më me ndryshu. Nuk a bëdin s'dal pe vetës, që ky jam unë. Nuk më jas për shembull
me thonë që kjo është pa mirë se ai. Çka është. E nëse më ndodh diçka, në një fatkeqësi që tregoj jo vetë lidhje, po më pa marrë parasysh si familje, si shoqëni, si në punë, si në të nasera të tjera, unë distancuna tani piketve edhe din më shelna. Që më shelna dhëm ditë janë si është pak a shumë mu shëru. Pra do të një kohë me najt me vetën dhe komfortin kështu ma të mirë ndoshta e gjejnë me mendimet e tua. Po. Edhe tani e kam ma letë edhe për shembull me shkru në i sen, në i kongë, se në i qapo dy, në i farmin albumi, diçka që përket veç mu. Është që kjo është shumë ma letë. Jo do në shkrimin e teksteve shumë. Po, muzika është, më me thonë shuki vetëm që ka nejtë nga gatë. Unë e kam vetë që to, s'po thëmë gjdo ditë, po nështë i gjdo jove shkuj ka një tekst, shkuj për os dhe një. Me thonë abedin me, për shumë ka ndodhë diçka, e shkruj. Ose në shukit të më gusht që i ka ndodhë për shumë diçka, e marrë vetën abedin, e shtin li kurtina edhe e bëj një qasë konge. Po zakonisht kom që i bëj që më ka ndodhë mu. Që më ka ndodhë mu, më thonë sene personale. Muzika me vërtet është një formë arte që në një mënyrë e kemi si formë terapie. Po, sidomos për neve artistat të mëmë terapi është. Po, të këngëtarët, shkrimtarët, artistat, piktorët në përgjithësi, e kemi një formë. Dhe me thonë se ta shprehim dhe musalom mu mbyllë në vete, ndështë edhe mi mbajt emocionet kështu brenda, sepse ajo mundet me qenë pak ma dëmshme, në qofse i mbajmë gjithmonë emocionet brenda, kryot stresi, kryojnë disa probleme tjera, cilat pastaj, ndështë edhe tekniku do të më shku. Do më thonë, prandaj në ndihmon muzika, kështu edhe mënyrë shëndetësore. Po, a di që është interesant, se disa ndarja bedin përfundojnë me një onë, po me ne për një polës, përfundojnë me rezultat në ashtë shumë të mirë. Se për thëmë të, se në një artista sot, që para se me bu ashtu të famë, me bu emër, kam pasi lidhe dhe jo në to. Në krah që asaj lidhe sa bedin, ka morë ka shku një tekst, ka bu një kongë shumë të mirë, edhe që aja konga bedin e ka shti në strodë, ka hitë shumë për para. Unë menoj që nëse dënë më bu artist, veç mos del për vetës. A bedin rreq kjo që je. Shkuja, bedin mos dje morë, mu nuk më dje morë me kalzu për shumë që kum pos maja tankte, që kum po im koni prek për stresit, për depresionit, ndarja me vojzën nga vitia, të tregova ma herët. Mu nuk më dje morë mi pranu që të sene, as mi kalzu. A bedin nuk është diçka, me thonë, tragjike. Ndarja nuk ka tragjike. A bedin. Se në shumë raste mund me pas që ndoshta me pas raste ku ndarja mundet me na demoralizu totalisht. Kemi shumë në raste persona ndryshëm që ndoshta nuk janë kthjellës disa muaj pas ndarjes. Pra, mundet me qenë normal disa ditë, por mbështetja sidomos edhe e shoqërisë dhe në rastin tënd do ty të kanë ndihmu këto gjëra. Më kanë ndihmu. Dikush kthjellet shumë shpejt, apo dikush se ka problem. Po tash varet këtë sa i lehtë e kanë emocionalisht me polën tjetër. Ti ke qenë i lidhur emocionalisht? Shumë. Njerëz që më njohin e din, shumë im kanë. Pra di një djalë kështu shumë serioz, shumë i dedikuar ndaj punës, ndaj muzikës. Dhe me të vërtetë pavarësisht to fatkeqësitë çdo njeriu t'i ndodhen, por edhe rimëkëmbja jote ka qenë diçka që e ke bu në mënyrë perfekte. E ke shkruar një këngë e cila me të vërtetë ka marrë goxha shumë vjusa dhe ka marrë goxha komente pozitive, se i kam po. Si e ndi kur i ke lexuar ato komente? Vallai unë jam një shumë mirë. Jam një shumë mirë se dikush që se nje me talon një komenda bedin, më ka pëlqyer shumë nice, është për një farë ndjenje shumë e mirë. Tash nuk po them që ka shumë vjuza, nëse s'ka bëj janë ofër 30.000 dikon, po për mua janë shumë. Duke marrë parasysh që gjithmonë kemi tashmë edhe me zhvillimin e teknologjisë kemi plot artista të ri që rruga ndoshta është bërë më e lehtë se kur, por edhe më e vështirë se kur, sepse depërtimin jetët gjithmonë krejt i kemi, por ndoshta me një këngë me mbet aty, do të thonë mu përmend, me mbet ajo forma artistit me zgjat më shumë është pak më problem. Pa dyqysh, ka artista shumë të mirë. Ka artista shumë të mirë që nuk kanë emër sot, unë njeh shumë për tyve, po ka edhe artista që janë, më thonë, one hit wonder. Dhe ne ka bo një hit, ka bo një këngë të mirë,
edhe ushqim. Në menoj që ma mirë është me shku abedin shkollë. Pi shkollës parë dhe 100 me shku të parën, 2-ën, 3-ën, abedin me mritë e 100. E dikush kam pitë parës dhe 100 e këtë bjen tani, bjen për tuk, abedin shqymet me ka krejt. Rruga u bë jo pak, po shumë u bë e vështirë, se u bë shumë artista. Abedin çdo i dyti u bë artist. Kontanishën u bë artist, unë u bë artist. Unë menoj që nëse të ka ndodhur diçka e madhe në jetë, abedin në rregull është, mundesh me bë. Po tash nuk mundesh të më bë artist për shembull, më thonë, nuk kam lu futboll, më kanë lojtori mirë, më shti çfarë. Çfarë më shti në tekst, po. Atë se nuk përshtatet. Po tash secili ka menimin e vet. Tash s'po them që është 100% gjithë, abedin përdor veç menimin tim. Ashtu edhe të tjerë janë pajtimit. Ky është veç një menim jam i personal. Çka mendon për trendet? Tashma, do të ndoshta me përcjell trendet apo a është e vështirë me përcjell trendin, me qenë në rrjedha se çka po ndodh në këtë industri të muzikës që me të vërtet mundet me qenë brutale? Unë kam një farllafe që thonë nuk është lehtë, po thonë që lehtë është me 10, zero është me mojt. Abedin, e nëse veç janë nis me hec përpara, se një maj mi që mundesh me bë për veten tonë, dhe me thonë me nejt ashtu në vi, është me ju përshtat mosës. Me di çka po qet, me di çka po kërkohet. Nuk mundesh për shembull ti në sezon të verës me bë muzikë tamam të rrugës, atë sa është ngan kërkosh. Për shembull e bën ai far komerci të mirë, ai far regatoni, çfarë di unë, apo ki mungu, si në klube, si në përkove, si ka ç'kesh ki mungu. Nëse ka këngë mirë. Çka të pëlqen kështu me dëgju përveç këngëve tua? Çam pëlqen? Eminemin e pëlqen shumë, të kam artist favorit. Po në shqiptari përgjithësi Buta më pëlqen shumë. Edhe kisha pas një bashkëpunim me Butën në talë me mëse ju. Pse pikërisht të pëlqen Buta? Buta më pëlqen shumë, është tash nuk po them në Europë, po në shqiptari Buta e ka atë farë stilin që prej fillimit, domethënë kur ka filluar me bë muzikë, deri sot nuk e ka ndru stilin asnjëherë. Domethënë nuk e ka ndru përpara. Abedin Buta është trap artist. Buta kënon për tesha, kënon për para, abedin. Që kjo më thonë që është një pikë kryesore që më pëlqen Buta më shumë ti. Ka edhe shumë tjerë, singullari, është agë, krejta, ama Buta është pa merrbenja një prej trap artista më të mirë në shqiptari. Kemi plot artista, sidomos tek ne që me të vërtet dëgjohen dhe kemi disa eksperjenca që janë kështu universale, sidomos Kosovë, Shqipëri, kemi jetuar situatën e njëjtë pak a shumë dhe prandaj edhe jemi formisu si tipa pak a shumë si të njëjtë me do situata kështu. Po, a di qysh? Në muzikë nuk po halos tash s'po them asnjëni, po halo nuk më ka rënë me po një artist që ka kriju diçka pe vetës. Abedin, gjithë secili artist, domethënë shqiptari, e ka kopju dikon. Për që të sen mund pëlqen Buta më shumë, dhe nëse e di, trap artist nuk ka pas para Butës. Buta në shqiptari e ka pru i pari. Tani mas Butës kanë orë dhe do artista tjerë, po si nuk janë që janë të pru, Abedin, më thonë wow, diçka. Cilët nga këta mundesh me thonë me përmend me emër, dërsa ata që mendon që kishin mujt me bu diçka më shumë? Elë është një artist i Pejes nëse s'gaboj. Edhe ajo është i mirë, nuk është i keq, por mendoj që i vjen halo pak më shumë. Pak më shumë punë, pak më shumë për kushtim. Është për tjerë s'po më kujtohen për momentin. Nuk sot më kujtoj në fare për momentin, po ju më bësh shumë trap artista, unë po shoh shumë. Unë nuk jam në fare ekspert, apo po normalisht mendimi është që ke pas që ka analizuar situatën. Unë veç pedho mendimin tim. Po ma merr mendja që nuk besoj që kam pas sarës Butës. Nuk e besoj. Veç çika nashta kur e rritet. Nashta nuk e di, nuk besoj që kam u bë artiste, s'besoj. Ku i dihet? Gjithmonë është edhe unë ku më ndjek rrugën e babit. Nashta bëhet artiste për kënën e fara gatune, fara dansole, atë të rap nuk e besoj që kam e kënu. Parsisht artën është pak trashëgues kjo. Po, është trashëgues. Gjithmonë e kemi në gjak, pra nëse nëse nuk kemi kështu në muzikë, ndoshta fëmijët tonë ka me pas ose një talent në një instrument ndryshëm, apo në pikturë, në shkrem, këtu është pak... është lloj trashëgimie. Po, është lloj trashëgimie.
Deshta më këthy tek mlefi. Ai person që, sepse kështu duke shumë person i butë, shumë person i qetë, dhe me të vërtetë kështu sentimental, por do më thonë ndjeni ndjenjave tua dhe i proceson. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, pra inteligjenca emocionale tek një person është ajo se çka na bën neve të pjekun. Se ka arrit këto? Unë tregova që nuk dalë për vetës asnjëherë. A ke qenë kështu gjithmonë, apo ndoshta Jo, ato... nuk kem kohë që shtot, më herët kur më ka ndodhur abedin, në farë tradhtia në zena abedin, thash hajde se s'ka gola abedin, se ka bë vetës. Ama ku vetë fundit abedin, ashti puna që lidhjes të fundit, më me thonë që më ka bë edhe hakmarrës, edhe më ka bë edhe më të ftoftë me njerëz edhe me shumë sene tjera. Më me thonë që më ka ndryshu një 40% që shumë kohë nuk jam. Jam pak ma ndryshe. Po pavarësisht këto ndryshimet çdo ditë ne ndryshojmë nga pak nga këto eksperienca tona, por do të më marrë këto ato gjërat më të mira, me implementuar personalitetin tonë dhe me qenë më në rregull, domethënë. Por desha të kthehem tek ftohtësia që e kemi njerëzit. A ke ndoshta edhe një notë për shkak të saj? Po kam. Në përgjithësi i notën e kam shumë të madh. Nuk s'di e kam veç ashtu që se lejem ma bo dikush pa drejt. Bile po të tregoj një rast nëse më lejohet, me një shok që shto që jo ne kam kërë. Në atë ku nuk kisha patë një shofer, aja patë mora, bëdin edhe u levdej, jo nuk shkoj me taksi, bëdin edhe një ditë për ditë. Po normalisht edhe pa patë një shofer nuk bën më vëzit. Po, ja, aja kish, po unë se kisha. Po. Edhe një ditë për ditë dhe bëdin, pja shok i rrën parking. Edhe pi notit malë që më kalim d'ideja që aty, ja pa ta shky gumat. Para kësa ku është kjo? Jo, kjo dikon nëse s'ga bëjt, dikon 4 vjetë, qëto diçka. A me ndonë që tu ka heq pak i notit, do me thonë nuk lëndohen gomat e kerrëve mu? Jo, gomat s'lëndohen mu. Jo, pa ajo kom pak ma i ri. A vedem, po është puna i notit, a vedem vjen qashtot me bo edhe veç me bo. Unë e kom vetë që to, njerës që më njojnë e din që... A ka dit ajo shoku? Jo, deri frek nuk e ka dit, frek o pa të kopë babeti që zojna, edhe i pa ta kalëzu. Qysh ka qenë reagimi? Zbesoj, edhe kësë se ke boti. I thoshe, unë e kom boj, edhe kësë se ke boti, edhe toni ka me të qashtot. A du nuk kom desh me zgop ma bet ma shumë. Po, a mu, që shke mujtë nështë 4 vjetë, mos me zbuluaj. Inteligenca. Ama ja, ke puni ka mëti. A ku ndështë ndë një situatë tjetër gjatë rrugtimit të muzikur që ti të ka met në band? Po ta tregoj edhe një rast që ma përmene që tash, kur e kom qitë më lefin, dhe me thonë në jovën e parë, isha të shku për Livjan, edhe në fakt isha në kom të hecë, edhe ju nonje 2 atë nuk e di se janë konë me një pick-up. Edhe më ka thonë, a bedin shumë muzika, shumë me folë, edhe pengoja non-stop, edhe tash për një me ti konë kur nuk e nje, se ke po kur njetë, me t'i thonë që ato fjallë për një më është një farë krenaria, beden, edhe që të shty ndani halo me punu, halo ma shumë. Po, normalisht. E që kjo rast më ka me në kry. Se dhe mos për çdo artist, kur vlerësohet puna, sepse me të vërtetë kërkon një përkushtim. Po. Çka do të ketë një artist pas teje që me ja dalë në këtë industri të pamëshirshme? Do të më kom vetja, bas shumë ti. Vetja, mos me dalë për vetës. Do më thonë me kënu me repovot, qatë sen që të ka ndodhë ty. A bedin, jo me fantazu ashtu shumë. Se sot edhe, adin, unë e benoj që ka unë i farkuhe që as foto me familje nuk përgodzë me postu në për rjetët sociale, a bedin se po të bëjnë me njëherë. E që të është esenca që unë e menoj rruga me e mirë, në më thonë për me më rri me një dikon ku bëdë me shku, është veç më kom vetja. Me kalzu që ka ndodhë, jo me fantazu shumë. A bedin. Çka mendon për rrjetet sociale? A ndihmojnë tek artistat apo cilat janë ato anë pozitive dhe negative? Qysh mi përdor si artist që për me mri diçka dhe e përmendë mos më bu meme, do me thonë, se edhe kjo është një rrezikshmëri, pra. Shumë e lartë. Anë pozitive është që për shembull me TikTok mundesh me hecë shumë përpara. A bedin e ka qashtu vetë që nëse është diçka e mirë ka me hecë. Deshte. Ka me hecë, është diçka e mirë, i pëlqen i mosës, hecë. Anë negative janë nëse bën e farë kongë që kongë lëm ashtu. S'po di ç'më spjegu, kongë lëm nëse e bën, ki mu bë me direkt.
Do më thonë, ki më bo me halo pa janë nisë mirë. A bedin? Nështë ako më shu karriera atë më njerë. Të ftufësh. A bedin të këmë ka bo me nëse e bune halo adin, e të ftufësh këtë e dikur e len këtë. E në që të sen e kam prioritet shumë që di që ka shkruj. A bedin, nuk mund është për shamu me donë me më thonë që ke fjallë ka më të bo me. Nuk mund është se e kom përjetu. A bedin? Po me nëj, e që kjo është me amire që mos me dorë për vetës shumë. Qka do që është, thuje, mos gjekesh. Pikërisht edhe TikTok, këtë tashmë prej pandemisë se këndaj është bu shumë një aplikacion që ndoshta përdorëm çdo ditë edhe atë vëmendjen, do të thonë për video tashmë edhe na ka shkurtuar shkaku i TikTokut, kështu sipas studimeve shkencore, kjo ka ndodhur shkaku që gjithmonë po kemi derëm do me thonë dopaminës, sepse videot gjithmonë dalin 3 më shumë, më shpejt, do me thonë video sa ma të shkurta, edhe kjo na ka bu që jeta me qenë ma shpejt, pëlqimet tona me qenë me ndryshu, edhe ajo fama, edhe në rast në artistave, mos më zgjatë sepse kemi risi konstant. Po, a dhe qysh, TikTok-i mu me thonë, tash, ona apet për thëmë, a bedin, qa me në jëne. TikTok-i ka bu edhe njerës, ashtot njerës pa nerva. A dhe një ka hup me nerva me ketë. Jetu scroll për shembull që jetu kështu pibje fjolla muzika çapo dijon a bedin, e scroll dal direkt në politik. A bedin, na kanë hup nervat shkurt e ship. Është algoritmi pak i çuditshëm sepse dhe jemi ndoshta në gjeneratë, jemi 24 vjeçar, jemi në gjeneratë që e kemi përjetu edhe kur nuk ka qenë teknologjia shumë e avancuar, edhe tashmë që kemi edhe fëmijë që po rritemi në teknologji, me TikTokun, me do me thonë telefoni është konstant duart të tyre, dhe ndoshta çdo fëmijë tashmë pa pas një telefon afër apo diçka një përmbajtje për me shiku, e mërzitet pak, që të frustrohet. A dhe qysh, unë e menoj që deri te fëmijët 9-16 vjeç që janë, unë e menoj që armiku i tyre kryesor është telefoni. Vetëm telefon mundesh me po çkas. Unë një shumë njerëz që 3-14 vjet i ka bedin, nga për shkakun për bie fjalë tash për lidhje me muzika vet, nga një far artisti thotë unë kam bu këto, a vetëm 13 vjet çu të bën edhe ai. Unë kam po rast kur mundet mu ndiku sipas teje. Po, ndikon, shumë ndikon. Unë kam po rast që kam po në telefon një fëmijë 5-16 vjeçor që ka rri babën e vet. Ka i live TikTok për me ashtu me bu emër. Por për çfarë sen mendoj që telefoni është armiku kryesor. Telefoni është shumë i mirë, po edhe shumë i keq. Me ditë me përdor telefonin, mundesh me jetë shumë përpara. Po nuk dite, do të thonë. Sidomos edhe feature-i live-et në TikTok është diçka që ka shku viral edhe shumicën e kohës përdoret, ndoshta jo me shfaq talentat shumë, po ndoshta vetëm me bua. Me shfaq budallaki ashtu. Çka mendon ti për këto? Se kemi plot personazhe TikTokut, cilët hyn live edhe shfaqin përmbajtje ju aq që mundesh me dëgju me familje, do me thonë të shora të ndryshme, çka veç diskutime, ndoshta pa tregu ndonjë përmbajtje kështu. Po ata, unë mendoj që aty çdo njerëz që hin live TikTok edhe shohun apo den, se ka plot raste, unë mendoj që e bujnë ashtu veç për emër me bë. A den tosh spishti këtë me një thë se ka edhe TikTokera të tjerë që janë apo den hin live për shembull në kopën tim, bën muhabet, është tjetër muhabet ajo. Po ka edhe plot TikTokera të tjerë që për shembull hin shohun apo den. Se aty janë disa TikTokera që shfaqin sjellje negative që ndoshta ti nuk pajtohesh me ato se çysh pe zhvillojnë prezencën e tyre në rrjetet sociale dhe sa po ndikojnë ndoshta edhe tek fëmijët pikërisht tek kjo. Po është ka plot s'po di të më po është ky Shqipnis Kozaki. Ajo është s'po di, ajo është katastrofë. Po foli për mendimin tim. Po ka TikTokera shumë të mirë, për shembull është Gorgi, është i Maqedonisë s'ka bëj. Ato halo asnjëherë nuk e kom nitur shoh. Po do i hin për shembull aty 15.000 veta i hin live, po ai nuk e shoh kërkon. Është pra ka një audiencë shumë të madhe. Shumë të madhe ka po. E ka tamam diskutojmë një temë ose normale. Po, ka për një temë edhe për shembull edhe bujnë muhabet. A din që ajo është nice, po për shembull ti me i live me dikon, edhe me shoh për shembull
çapo dina janë të familjes pas pos hakas kur gjë heq. Aty tani edhe muzatet për shembull live me to tani mund më marr det evrosja. Po kjo ndikon, sidomos edhe tek fëmijët tash po shohim që po influencohen nga këto sjelljet negative të TikTokut, që tashmë po shfaqin sjellje të paheshme, ndoshta edhe të ofendojnë edhe një familjar, vetëm sa i duket normale, sepse i normalizohet në trut të tyre. Po që kjo është e keqe. Që kjo është e keqe, që me këthy me një onë, apet me hik TikTokin dhe me thonë për Kosovës ke, si shqipni që kam bo, po apet shqiptari e gjonë një farë rrugëve, e ndrej që e blinë, bën diçka i sun rrën pa TikTok. Se t'jën disa tiktokerët që ndoshta ty të pëlqejnë, të bojnë përshtypje, se kemi plot influencera, tiktokerat që me të vërtetë përdoren platformën e tyre për të mirë. Po është Gorgi më pëlqen shumë. Adin shpeshherë edhe Këshyri, është edhe Alex Visha. Edhe ato salo s'kom një që ka bu një farë skandali, diçka të madh. Që ai tjetër kush s'po më kujtohet për momentin. Po ka tiktokera shumë të mirë. Çka mendon për tiktokerat që kanë një account, do me thonë, një llogari tyre në TikTok, si qeft, tregojnë jetën e tyre, përditshmërinë e tyre? Unë mendoj që kjo është shumë gabim, abedin është diçka personale. S'ki nevojë me kallëzu njerëzve. Dhe për shembull çka më intereson mua, çka ka bëu për shembull çifti, ka bëu një video, vlog po shkojnë këtu, çka më intereson mua. Unë mendoj që është shumë gabim. Lidhja unë mendoj që është diçka shumë personale. Do të më mojë shumë private. Tash është më edhe gabim. Po është veç mendim jemi personal. Pse pikërisht mendon që sidomos edhe në rastet ku ndoshta shfaqen edhe fëmijët, a mendon që mundet me ndiku kjo tek fëmia? Po, ndikon. Po tani edhe po ndohen. Unë kam po shumë tiktokera abedin, bëjmë video basit, bëjmë pa kamera abedin, për fjalën më të vogël tani ndohen. Adin. A mundet me kon ndoshta ajo, e kemi edhe atë dyshimin që po ndohen edhe për me marrë edhe më shumë famë. Po. Kemi shumë raste edhe para TikTokut, ndoshta në YouTube ato do me thonë youtuberat internacional që i kanë stage, do me thonë ndarjet e tyre, vetëm për shkak që me marrë ma shumë klikime. Po, ki edhe në Kosovë. Ka ndodhe në Kosovë, është një qef, s'po më kujtuat emni me vë, kanë emnin, po sot të më kujtu emni që e kanë bu kishin në ndo. A dhe në pas marrë këgja hëvashtu, o pat konë krye fjallë. Po tani mas njove ja kena bu prengë. Nuk e se shoqe njerëzore. Adin perform, njerëz po bëjnë çka shumë sana po bëjnë perform. Adin veç me mrrim në një nivel me thonë unë jam i njohur, apo njëna për çitsen. Po. Që kjo është për mendimin tim është shumë gabim. Përderisa jemi tek kjo pikë, desha po ashtu të fokusohem tek platformat, sikur platformat e reality shows që në Fermave, apo Big Brother. Morëm para shumë mendimin tënë që jeta personale nuk do të shfaqet atë shumë publik, do të me mbajt pak edhe pse je artist, një figur publike, do të me mbajt ndoshta familjarët e tu, fëmijët të dikush tjetër, në qofse i ka, me mbajt pak ma privat. Çka mendon për personat cilë të hynë në këse reality shows dhe e shfaqin ndoshta çdo detaj për to dhe daljen, do me thonë, sepse kemi atashtë edhe mediat, kemi shumë mediat cilat ndoshta edhe i tregojnë e ftyrat, edhe ngjarje, cilat i ka ndodhur atij personit caktuar. E bujmë për emër më shumë. E bujmë veç, abedin që kush e mëne. Më shumë e bujmë për emër, në filmën nuk e kom për cilë. Më bëjë shumë pak, më dalë në një farë TikTok e në Instagram. E bigin e kom për cilë pak më shumë. Po, të qysha dhe më konë njeri martume dhe me him beg, me i për shumë lidhje me dikon tjetër, në s'pedi ka janë i zallah. Do me thonë krejt këto me ndonë që po buën për fond? Buët për fond, po kjo mund të më konë edhe një skenim. Po. Mund të më konë edhe një skenim, to s'pedi. Çka me ndonë për lidhjet që kryonë brenda këtyre reality shows? 80% fake është. Falsët 80%. 20% që qka është? 20% që është pak ma reale. Edhe të mija ndoshta izolimi. Po nuk janë këtë, po menoj nuk janë këtë njerëz të njëjtë. A vedin? Ka për shembull Big Brother, adin ju mbuk që qift kur ju ndol jashtë s'kam pas kontakt kur njët më. A vedin? E nashti çaja ka ndiku, çaja lidhje ka ndiku në që ka shku dhe në finale, që apo di nuk ka fitu krejt. To është pa e ofendu kërkon, po edhe si menim të amin personal.
A ke ndonjë person që ndoshta aty nga bigot ka pëlqy mas shumë të si person, kështu se që shu shfaq, pavarësisht që ka qenë në një reality show që me të vërtet gjithçka shihet, 24/7, por ti e ke pas që ka bu ndoshta në mënyrën më drejt ka dalë në atë. Po, tash juve që mu, po shumicës shqiptari gjesi ka pëlqy krejtve. Shumë një që sharaka, vedin, s'po di, energjik, njëri energjik. Po dhe ai momenti kur ka shku në Big Brother të Shqipërisë, ka qenë kështu ikonik, gjithmonë e kemi patë, së mos rrjetet sociale, për njëherë disa ditë po, por edhe më vonë, gjithmonë ka mbet kështu e informativ. Po, e kom po edhe ato, po energjia atina o konë diqka, edhe njëri që vetë 5 sabak në si e 5 pohore, edhe shumë interesant do konë. Gjesim ka pëlqy shumë. Ka posë edhe tjerë që nuk në konë këqe, po gjesi u konë tash juve që one, po këtë menun që shtu që gjesi u konë këtë tjetër ma betë. Po. Me të vërtet, edhe më pajtohem në këtë rast me ty, sepse është gëgja vështirë me qenë dy sezona, dikur 7-8 muaj me qenë Ma shumë se gjys viti, po. Po, edhe me qenë ende kështu në rregull me emocionet e tua. Po, është pak problem, po dikur mësohesh dikur. Me qëfar, jo veç për shemull veç në beg, po për shemull edhe është shtin me bëne fa punë që se ki qef. Adin, po dikur abedin adaptohesh, mësohesh edhe tu në rregull për vazhdoj. A i kështë para me ndu vetën, ndështë me qenë pjesën dhe një këse formate? Se ko menu asë njëherë, po nësëm vja mundësia, po pëse ju. Si me ndonë që e kështë paracit, a kështë pas këto parimet që i ke tash, a kështë bet gjithmonë a që je? Po besoj që këtë që jam, po në është në e farë të rikë aty të vogël për lujnë, pëse ju. Normalisht, do me thonë, ishtë shliru, kështë me qenë fun, kështë si ke eksperiencë. Unë e kam probleme një njeri 20 minuta me në teq ma shumë, edhe unë janë nisi mu qelë me to me njëherë. A bedin që të cene kam nuk muj me hek. A den plezëm të tojnë, a den mojë vetën, pak pos nuk muj. A den e kam ves. Pra e kështu jo hapër, e shëshnum, gëgjasit e? Po, me plot, po bënej me shumicën. A den e kam vet qëto, s'muj me hek. Për fund, dhe ishta me të pytë për planet e verës, qka po na pret, apo na pret ndër një projekt konkret dhe këshillat që ja kështë dhonë të gjdo artisti tri? Po besoj me në dhe dite, dhe një kong, e ka jam një këthehu prap, është një farë lloj dedikimi, jo komplet, po në ashtë me thonë një 30% fjallëve aty këtu, edhe po besoj që dhe një shtaturit dhe një 2 klipe dolin, e ma shtaturit, s'po thomë sigur, veç një 7% është e krymit që edhe albumin ka me qitë vitë. Pse pikërisht këthehu prap? Këthehu prap. A lidhet kjo? Pak diçka me ndonjë kong tjetër? Po, lidhet pak, jo shumë, në tregova që është dedikim, po jo këtë komplet konga. Muj me thonë është 30%. Po edhe është pak verore, është këgja e mi dhe besoj... Pra kime eksperimentu pak me stiljen. Po, edhe besoj që ka më pëlqy shumë, ka më pritë shumë mirë. Nuk është banale, si kur blef, po këtheo prap është kongë shumë e mirë. Por po besoj që kë mlejfe të ka dosh ty. Po, që për me largu pak do mdatë. Mu ka dosh. Bile ka njerë tha ma bedem, po kam qe me mduhet do sene që kur po hitani me bu me pos material. Me pos material, po. Që shtregova edhe një 2 klipe dhe i para shtaturit edhe ma shtaturit, tash nuk po thëmë sigur, po ma merë menja që një 7% albumin e qes. Unë albumin e qes si letë njofte një artistit. Nëse i thu vetës artist, s'ki album të si artist. Albumi është pasaporta e një artistit. Këshilla për në fund për çdo artistri që don me hy në këtë rrugë edhe ndoshta si ja kështë letësu pak rrugtimin, mja parashiku pak se qa komendon. Unë e keqa më i me thonë është rrunë shëndetin edhe veç graj punës. S'ko qore pajtë. Nëse fokusuesh me një sen, s'ko qore pajtë. Qyshe shë one. Atëherë faleminderit shumë që ishe sot në studio dhe me të vërtetë mundu me diskutu gëgja disa pika kryesore, kështu pavarësisht që është fushë shumë e gjonë dhe emisionin. Qëpse i këshëm diskutu se cilën kështu me rënd,
kishtë gjatë diku 5 orë, po me këtë 40 minutë që e bumë po besojmë një në Madrid më të shme. Po, faleminderit edhe juve për ftesën, ke kënaqësi. Kur dhe që ka arisi, po besoj edhe albumi u daljen e mirë pritur në studion tonë, në dita me nesi gjithë. Faleminderit shumë faleminderit. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premta nga ora 17, e deri në takim në radhës, mirëpafshim.